Fermerët e Divjakës ankohen se po shkojnë drejt falimentimit pasi tokat e tyre bujqësore kanë prodhuar aq shumë sa nuk ka treg për shitjen e tyre. Shqetësimi i fermerëve vjen pasi edhe pse është dashur të sakrifikojnë për nxjerrjen e prodhimeve bujqësore, mallrat e importit vazhdojnë të dominojnë tregun, duke sjellë pasiguri dhe nënvleftësim për prodhimin vendas. Me qindra ton patate si dhe prodhime të tjera të stinës që prodhojnë fermerët shqiptar po u kalbën në fush. Ne jemi të bllokuar. Kam mbjell 1 hektar gjys patate. Nuk kam shit asnjë kokër. Siç duket ka hyrë mall nga jashtë dhe dominon ai. Pse nuk ka drejtues ta drejtojë, ta rregullojë domethënimin që dhe i qytetarit ta hajnë me leverdi mallin, edhe ne të marrim atë mundin ton që punojmë. Nga ana tjetër mungesa një pike grumbullimi nga ana e shtetit bën që këta njerëz të shqetësohen se nuk do arrijnë të nxjerrin dot as shpenzimet e prodhimit. Tregu është i mbushur plot, çmimi zero. Atëherë si do bëni ju? A do të Ne duhet t'i lëm mbjellit dhe t'ikim, na të marrim rrugën Greqia, Italia, s'ka rrugë tjetër për ne. Vetëm në Tiranë atje në treg atje ku blihet me 800 lekë. Kush i fiton këtë para? Me 1600 lekë për falen e patatës. Lejt e tjera, shpenzimet e tjera, plukimet e frezimet e vijat e vaditjen e spërkatjen e të gjitha. Po ne nuk e njohim ministrin e bujqësisë të Vinjë, shikojnë realitetin, shikoni patatën. Shikoni mallit, që malli në Divjak po prishet. Nëse prodhimet vendase nuk arrin të gjejnë treg në Shqipëri, gjithçka do të shkojë drejt kalvjes dhe falimentimi është i sigurt, siç thon fermerët duhet ndërhyrje nga shteti dhe ministria përkatëse.